shifrat në makro, shifrat flasin për një rënje të pjesëmarrjes, pa përfshirë diasporën, po themi, fillimisht vetëm me votat për Shqipërinë. Ka një rënje të pjesëmarrjes, sigurisht kur ka rënje të pjesëmarrjes mund të analizohet qoftë me ikjen masive të njerëzve, por edhe me faktin tjetër që ka të zhgënjur nga pushteti, por ka edhe të pakënaqur ose nuk kanë para alternativë të opozita. Këto janë të dhënat e para. Ndërkohë, nëse futemi më pas tek të dhënat për partit, kemi Partinë Socialiste që ka shkuar diku 723.000 në rang kombëtar deri më tani, 723.000 vota, që i bie pak a shumë Partia Socialiste është në shifrat, por me rënje në krahasim me 2021-shin, ndërsa nga ana tjetër Partia Demokratike që është bashkë me koalicionin e saj që është forca kryesore opozitare, ka një rënje të numrit të votave më të theksuar, më drastik, po themi, në këto zgjedhje. Siç e tham, kemi rol të partive të vogla që kanë marrë nga 1 ose 2 mandate në... Se po lexoja lapën që thoshte duhet ishin bashkuar, ndërkohë që këta vetë ishin të gjithë partizan dhe ndanin kush do të ishte kreu. Sistemi ka bërë në fakt atë që ka çuar gati 100.000 vota, i ka çuar dëm, kupton, nuk i ka përkthyer fare, se po të marrim Lapajn, po të marrim Agron Sheajn, po të marrim Lul Bashën, po të marrim Dashejn me këto, atëherë pastaj i bie që ky numër votash shkon nuk përkthehen në mandate. Dhe në këtë mënyrë patjetër që do t'ishin treguar shumë të zgjuar, po të kishin bashkëpunuar dhe të arrinin të kalonin përtej vetvetes, përtej asaj të dëshirës së tyre që kush është kryetari dhe kush është drejtuesi politik, do i kishin shërbyer më shumë vetes, sepse mund të kishin krijuar një grup parlamentar, nëse do i kishin. Se çfarë ndodh? Neve jemi proporcional rajonal në sistemi, Aida, dhe duke u shpërndar votat, ti ndonse nisma Shqipëria bëhet ka 50.000 vota, po them rreth 50.000 vota në rang kombëtar, ajo ka prodhuar deri më tani vetëm një mandat. Kupton, është absurde, po them, por duhet ishin treguar më lojtar në mënyrën se si bën. Partej pastaj përgjegjësia më e madhe sipas mendimit tim është e zotit Berisha, i cili duhet kishte lëshuar pushtet, duhet i kishte bërë bashkë këto partitë e reja të vogla, ti kishte dhënë atyre mundësi ti bënte koalicionin bashkë nëse do kishte dashur të fitote.